Në duar mbajnë fotot e familjarëve që po mbahen peng në Gaza. Dhjetra protestues u mblodhen të hënën jashtë rezidencës së kryeministrit të Izraelit në Jeruzalem. Të gjithë një zëri e të revoltuar, po kërkojnë që më të dashurit e tyre të lirohen nga pengjet palestineze e të mos robrohen e torturohen më shumë. E këtë demonstrat po e bëjmë pikërisht përpara takimit mes Benjamin Netanyahut dhe presidentit të SBA-ve Donald Trump në Washington DC, që është planifikuar të mbahet më vonë gjatë ditës. Por edhe në ditën ku mbushet një vit e gjysmë nga rrëmbimi, një protestuese që ka nipin të marrur peng në rripin e Gazës pret që Trump të lirojë të gjithë. Tani ka ardhur momenti i së vërtetës. Duhet të uleni atje me presidentin Trump dhe të mbyllni një marrëveshje në mënyrë që të gjithë të lirohen në shtëpi. Ne po e presim me padurim këtë. E dikush tjetër që ka një familjar të vrarë, sa ishte peng atje, kërkon që të tjerët që janë të gjallë të kthehen shëndosh e të mos kenë fatin e njëjtë. Ne ju bëjmë thirrje. Netanyahu, Trump, ju lutem që ka kaluar një vit e gjysmë. Silli të gjithë në shtëpitë tani. Netanyahu, ju jeni i lirë të shkoni si të doni. Ju mund të udhëtoni në Shtetet e Bashkuara. Vëllezërit tanë nuk janë të lirë. Izraeli muajin e kaluar prishi marrëveshjen e armëpushimit me Hamasin me një bombardim të befasishëm në Gaza. E qindra protestues u vranë që atëherë. Ndërsa Izraeli është zotuar të përshkallëzojë luftën në Gaza, derisa Hamasi të kthejë pengjet e mbetura kapur në sulmin e 7 tetorit 2023.